kam nderin që sot para jush të paraqes projekt ligjin për ndryshim plotësimin e ligjit për ndarje buxhetore për vitin aktual 2026. Gjithsesi është një ndryshim plotësim i kufizuar vetëm në Ministrinë e Financave dhe kjo ka të bëjë kryesisht pra me pakon mbështetëse për përballje me inflacionin, të cilin edhe e kemi paralajmëruar para disa ditësh në kuvent. Pra, arsyeja pse po sjellim këtë ndryshim plotësim është të krijojmë hapësirën e nevojshme fiskale, e cila pra mundson krijimin apo zbatimin e kësaj pakoje dhe mbështetjen e qytetarëve. Mënyra se si është parapar pra që të bëhet ndryshim plotësimi, kemi të bëjmë kryesisht pra me rritjen e të ardhurave apo tatimore aty ku kemi pasur një trend pozitiv, që është tek të ardhurat personale, pra tatimin e të ardhurat personale, dhe kjo kryesisht si rezultat i rritjes së pagës minimale dhe shtytjes që u ka dhënë pra presionit edhe pagave tjera për të rritur në gjithë ekonominë e vendit, pra ka një rritje të theksuar të pagave edhe në sektorin privat, por edhe në atë publik, dhe si rrjedhoi e kësaj kemi parë që trendi në 3 muajt e parë ka qenë pozitiv, pra më i mirë se sa që ka qenë i parashikuar, prandaj edhe kemi parë rreth 22 milion euro shtesë që parashihet të mblidhen, bazuar në trendin që kemi deri më tani përgjatë tër vitit. Kjo pra na mundson që të krijojmë një hapësirë shtesë fiskale prej 22 milion eurove në këtë zë. Gjithashtu tek tatimet indirekte është parapar pra rritja tek mbledhja e TVSH-s vendore si rezultat i rritjes së efikasitetit të administratës tatimore dhe kontrollave specifike pra të targetuara në këtë fush, pra kemi një rritje të parapar sipas trendit prej 17.2 milion eurove që parashihet të jetë deri në fund të vitit. Shto këtu edhe zëri tjetër që është të hyrat nga dividenda dhe ndarja e fitimit. Këtu ka qenë buxheti i parapar pra prej 10 milion eurove, ndërka që aktualisht pra propozimi ynë është që kjo të bëhet 42 milion euro, pra 12 milion euro nga to parashihet që t'jenë nga ndarja e fitimit me BÇK-n, tani më kemi pasqyrat e përditësuara, dhe ndarja e fitimit nga BÇK-ja që ndodh tash për të tretin vit me radhë, parashihet tjetër 12 milion euro, ndërka 30 milion euro tjera parashihet që të merren si dividend, e cila është gjithashtu e rregulluar edhe në pjesën tekstuale të ligjit. Pra gjithsej 42 milion euro. Kemi edhe të hyra nga interesi tjera, pra që parashihet të mblidhen si rezultat i menaxhimit financiar që bëhet nga bilanci bankar i thesarit, fal edhe normave më të favorshme që aktualisht janë në treg. Pra si që dini në vitet të kaluara duke pasur norma rreth zero të interesit apo shpesh edhe negative, ka qenë e pamundur të plasohen mjetet për të siguruar një kthim, ndërka që tash, meqense në nivel global pra këto norma janë pozitive, është e mundur që të gjenerohet kthim dhe kemi një trend që po ashtu pra do duhet të sillej në rreth 10 milion euro shtesë që i shtohen buxhetit. Shto këtu edhe grantet për mbështetje buxhetore, pra si që dini, edhe kemi planin e rritjes tashmë që ka filluar, veç se disbursimi i parë, por parashohim edhe rritje të mbështetjeve buxhetore nga grantet e tjera. Të gjithë kësaj shume, pra krijohet hapësirë fiskale shtesë prej 112 milion euro, ndërka që 10 milion euro tjera parashihet që të shtohen duke maksimizuar hapësirën fiskale që e kemi për deficit, sipas rregullës fiskale, pra duke mos e tejkaluar nivelin prej 2% të brutoproduktit vendor, pra si që dhe mund të shihni në tabelen që është aneks i këtij projektligji. Pra gjithsej bëhet fjalë për një shumë shtesë prej 122 milion euro, ndërka që pjesa tjetër e pakos për përballje me inflacionin është parapar që të sigurohet në kuadër të linjave ekzistuese buxhetore që kemi. Kjo pra është sa i përket projekt ligjit për ndryshim plotësimin e ligjit për ndarje buxhetore për këtë vit. Faleminderit. Fakt ne kemi prit që ky ligj të vjen për rishikim ashtu siç e keni proklamuar edhe ditën kur e kemi miratu buxhetin. Po në fakt ka një propozim kryesisht me 2 pika kryesore, që kryesisht një pjesë e madhe e këtyre mjeteve me u ndosë si subvencione. Tash po besoj arsyeën pse po ndodh kjo e kemi qartë gjithë, edhe pak a shumë pedim pse po bëhet kjo, po qysh është e mundshme me ardh në farë forme rishikimi i buxhetit vetëm për këto 2 qëllime, mos më bën gjitha tjera, në gjitha organizata tjera buxhetore, ku ne jemi dëshmitar që edhe ditën kur e kemi miratu buxhetin, keni thonë që ka nevojë urgjente me u bën rishikim i buxhetit, dhe e treta, ju thatë që një pjesë e buxhetit ku keni më marr,
për me e ndakët shumë për 122 milione, por kryesisht ishim parashikime. Do të thonë nuk është që e keni shumë të saktësuar prej cila pozicione jeni të marrë mjetët për me nda këto 122 milion euro subvencione, që po besoj në gjithë jemi dëshmitarë që kjo ma shumë po bëhet për blerjet votash, me që jemi në prag të shkores në zgjedhje. Dhe a do të duhej që sot ta kemi propozimin për rishikim të buxhetit edhe në organizata tjera buxhetore të parë parasysh që ka në shumë projekte mungesë të mjeteve, e ndoshta me ndaj projekt aty këtu dhe edhe të prisë të mjeteve. Çështja e rishikimit është e saktë, pra ajo çfarë kemi thënë ende qëndron që na duhet një rishikim për gjitha organizatat buxhetore, gjithsesi kjo merr më shumë kohë, pra sa i përket afatit kohor, sepse ligji parashit që duhet të ketë konsultime me gjitha organizatat që bëhet rishikimi. Në këtë rast ne kemi sjell rishikim që prek vetëm Ministrinë e Financave si organizatë buxhetore, prandaj edhe ka qenë më e lehtë që të përshpejtohet. Ju e dini që ndërmjet deklaratës që kemi pasur dhe seancës për miratimin e buxhetit në muajin shkurt dhe tani ku jemi, ka ndodhur edhe diçka tjetër, pra ka ndodhur lufta në Xhirin Persik apo në Iran. Gjë që ka ndryshuar komplet situatën dhe si rrjedhoi e kësaj ka qenë edhe vetë kërkesa e deputetëve, pra gjitha grupeve parlamentare që qeveria t'u dalë në mbështetje qytetarëve. Madje unë kam theksuar edhe atë për t'ju referuar edhe kësaj shprehjes së fundit që e përdoret, pra sa i përket blerjes së votave, është vetëm se dilema që sa herë që kërkohet që qeveria të dalë në mbështetje, pra kërkohet edhe nga vetë opozita që qeveria të mbështet qytetarët, pastaj kur ne përgatisim pako pikërisht për ta përmbushur atë kërkesë, për të mbështetur qytetarët, kemi akuzat të tilla, gjë që nuk qëndron. Pra ka qenë kërkesë edhe vetë e deputetëve të opozitës, ka pasur seancë, debat për këtë çështje që qeveria duhet t'u dalë qytetarëve në ndihmë, si rezultat i tronditjes që kanë mësuar tregjet, kryesisht të burimeve apo resurseve bazë, si që janë çmimi i naftës, e që rezulton pastaj edhe me presione shtesë inflacionare në produktet e tjera, si dhe mund të ketë edhe shkurtesa. Pra, kjo pako është e nevojshme për t'u dalë në mbështetje qytetarëve, ashtu siç edhe ka qenë e kërkuar në seancën e kuvendit të mbajtur nga të gjitha grupet parlamentare që i kam dëgjuar ditë në diskutim. Faleminderit. Të miratohet në parem projekt ligji numër 10L 045 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 10L 001 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026. Bëhemi gati për votim, nderuar kolegë deputet, kush është për? A kemi vota kundër? A kemi abstenim? Konstatoj që me 6 vota për, asnjë kundër dhe një abstenim, miratohet kjo pika e rendit ditës. Faleminderit, nderuar anëtarë të komisionit. Para jush pra kemi projekt ligjin për parandalimin e pastrimit parave dhe financimit të terrorizmit. Ky projekt ligj ngjajshëm sikurse edhe projekt ligji tjetër që ishte proceduar sa i përket çështjes së shërbimeve të pagesave, është pjesë e pakos bashkë edhe me ligjin për bankat i cili ka kaluar më herët pra gjatë legjislaturës së kaluar. Këto 3 ligje janë pjesë e paketës për mundësimin e integrimit tonë në SEPA. Gjithsesi, ky projekt ligj kishte kaluar në legjislaturën e kaluar në kuvend, mirë po më pastaj nga gjykata kushtetuese ishte rrëzuar për shkak të çështjeve apo arsyeve procedurale. Ne kemi risjell vetëm se arsyeja pse është ndarë nga pakoja e mëparshme e ligjit, pra nga shërbimit të pagesave, ka qenë sepse DG Fizma apo komisioni apo direktorati në këtë rast i Bashkimit Evropian ka pasur komente shtesë dhe ka qenë e nevojshme që të bën disa përditësime sa i përket harmonizimit me direktivat e reja të Bashkimit Evropian dhe është dashur pra që të merret edhe një herë drita e gjelbërt sa i përket këtyre përmirësimeve. Tani e kemi sjellur pra projekt ligjin, përfshirë edhe komentet e tyre dhe këto përditësime dhe kësaj pra mund të procedohet tutje, prandaj lutja jonë është që të miratohet ky projekt ligj në mënyrë që të kompletohet paketa e ligjeve të nevojshme për SEPA. Nëse jo, bëhemi gati për votim. Kush është për? A kemi vota kundër? Abstenim? Konstatoj që me 6 vota për, asnjë vot kundër dhe asnjë abstenim, kalon në parim projekt ligji dhe komisioni rekomandon që projekt ligji numër 10L 046 për ndryshim dhe plotësimin e ligjit numër 05L 096 për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit
të përcillet për seancë plenare. Genau. Wieso? Krasny. Chodź.